që po paraqitet në të gjithë median sociale në një luftë hibride kundër Shqipërisë me narrativa të rreme se ky projekt nuk është projekt, po diçka e gatuar midis meje dhe Bibi Netanyahut përmes Jared Kushnerit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Dhe mendoj që media perëndimore duhet të jetë shumë më e kujdesshme, sepse faktet kanë rëndësi dhe duhet të kenë rëndësi gjithmonë, sepse nuk ka një projekt, sepse nuk ka arsye për të shqetësuar për aq sa ka të bëjë me projektin dhe edhe sepse arkitektët më të mirët në botë, inxhinierët më të mirë, arkitektët më të mirë të peizazhit janë angazhuar. Dhe synimi nuk është që të bëjmë dëm në natyrë, por të bëjmë diçka unike që do të jetë e jashtëzakonshme për shqiptarët, por do të jetë edhe një dhuratë nga shqiptarët për të gjithë Europën. Find the guts to have a new Helmut Kohl moment. E mira është që të kemi një moment të ri. Helmut Kohl, udhëheqësi i madh i Gjermanisë, nuk doli pas rënies së murit për t'ju thënë gjerman lindorëve tani keni 35 kapituj që ti përmbushni para se të uleni rreth tryezës me ne, por tha jemi të gjithë të ulur rreth një tryeze dhe pastaj duhen edhe përpjekje. Pra duhet të jemi të gjithë rreth një tryeze, si sot gjithmonë, jo vetëm një herë në vit. Gjithë secili me bagazhin e vet të detyrave të shtëpisë dhe pastaj të gjithë bazuar në merit të bëhen antar me të drejta të plota. Por antar me të drejta të plota jo në kuptimin çfarë mund të marrësh nga Europa, por menjëherë antar me drejta të plota për atë çfarë mund të japësh Evropës. Në të kundërt, është si ti thuash fëmijëve, derisa të rritesh apo derisa të rriteni rrini te komshinjt. E njëri prej tyre njihet me një gangster rus, një tjetër mahnitet nga kukullat kineze dhe pastaj kur rriten nuk janë gati më që të vinë te